Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, kemi një temë që vërtet është një nga temat më të përfolura për arsye të ndryshimeve që bëjmë, njohjet që neve kemi, mundësi që na jepen edhe ku ndodh ajo deja-vuja, ajo karma, ajo çka neve ne ndjejmë ose kemi jetuar këtë njeri që na vjen në jetën tonë. Dhe këtu do flasim sot për këtë temë, pse disa njerëz futen në jetën tonë si fat, si shans dhe gjërat papritura që shkojnë në martesë. Ka njerëz që hyjnë në jetën tonë qetësisht, pa zhurmë, pa qëllim dhe pa ndonjë plan të tyre, por arrin në anën më të mirë të mundshme për sa i përket jetës dhe kalojnë një familje të shkëlqyer në lidhje me fëmijët dhe me jetën. Ndonjëherë një lidhje na jep dritë, por edhe na vendos përballë vetes, përballë frikave tona, përballë dobësive tona, përballë asaj që ne kemi mësuar apo nuk e kemi mësuar ende. Atëherë lind pyetja, pse disa njerëz futen në jetën tonë si fat? Pse disa takime duken sikur janë të shkruara? Pse disa lidhje nuk i harrojmë dhe kur kanë kaluar vite? Pse disa njerëz na tërheqin me një forcë që nuk shpjegohet vetëm me logjikë? Dhe mbi të gjitha, a është çdo lidhje e fortë dashurie e vërtet, apo ndonjëherë është një mësim karme shpirti që duhet ta kuptojmë? Në jetë nuk takon vetëm njerëz që na bëjnë të lumtur, takojmë dhe njerëz që na mësojnë, disa na mësojnë të duam, disa na mësojnë të largohemi, disa na mësojnë të vendosim kufi, disa na mësojnë të mos humbasim veten për askënd, disa na hapin zemrën, disa na tregojnë plagën, disa na japin shpresë, disa na tregojnë se ku kemi ende frikë. Dhe ndonjëherë pikërisht njeriu që menduam se erdhi për të na shpëtuar, vjen për të na treguar se shpëtimi nuk vjen nga jashtë, por nga mënyra se si ne zgjohemi brenda vetes. Dëshira dhe dashuria nuk është gjithmonë e thjeshtë, sepse ajo nuk vjen gjithmonë e qetë, e rregullt, e kuptueshme, dhe ndonjëherë ka të bëjë shumë si ndikim dhe pasion, ndonjëherë vjen si diçka e trazuar, ndonjëherë vjen si pasqyrë dhe ndonjëherë një njerëz që nuk vjen për të na dhënë përgjigjen që presim, por për të detyruar të bëjmë pyetjen që kemi shmangur prej kohësh. Çfarë kërkoj unë vërtet nga dashuria? Çfarë më mungon? Çfarë përsëris? Çfarë nuk kam shëruar ende? Në astrologji asgjë nuk shihet vetëm nga një shenjë. Nuk mjafton të themi ai është dash, ajo është gaforre, ky është akrep apo është peshore. Njeriu është më thellë se shenja e diellit. Në një horoskop, dielli tregon identitetin, atë që kërkon të ndriçojë brenda nesh. Hëna tregon shpirtin, nevojën emocionale, mënyrën se si ndihemi të sigurt. Afrodita tregon se duam se çfarë na tërheq dhe ndikimi më i madh. Çfarë na tërheq vallë dhe si kërkojmë bukuri, harmoni, kënaqësi. Marsi na tregon dëshirën, pasionin, guximin, mënyrën se si ndjekim ato që na ndes. Por kur flasim për lidhje që duket si fat, nuk mund të mos përmendim edhe lidhjet e hënës. Sepse ato lidhe me drejtimin karmatik të karmës, me mësimin dhe shpirtin që sill dhe me njerëzit që hyjnë në jetën tonë, jo thjesht për të na pëlqyer, por për të çuar diku tjetër. Shikojeni se sa lidhje ka, pra flasim për shenjat njerëzit që kanë shenjat përballë. Dhe ato shenja që unë sapo thash janë tek e dashura juaj dhe tek i dashur, nuk është thjesht dashi, bricjapi, gaforja që dëgjojmë rëndomt nëpër internetra. Pra kuptojeni këtë. Ndikimet që kanë bëjnë dhe mundësitë që vinë në lidhje karme nuk është gjithmonë lidhje lehtë. Dhe këtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Shpesh njerëz mendojnë se çështjet karmike do thotë domosdoshmëri e përjetshme. Jo gjithmonë. Në një lidhje karmetike mund të jetë shumë e fortë, shumë magnetike, shumë e paharrueshme, por kjo nuk do të thotë se është gjithmonë e shëndetshme. Ndonjëherë ajo vjen për të na treguar një model që duhet të mbyllet. Ndonjëherë vjen për të na kthyer në një plagë që kemi lënë pas dore. Ndonjëherë vjen për të na mësuar se mos ngatrojmë dhimbje me dashurinë, varësinë me lidhjen, pasionin me fatin ose frikën e humbjes me dashurinë e vërtetë. Por sepse jo çdo njeri na trondit është i destinuar të qëndrojë. Jo çdo dashuri që dhem është dashuri e madhe. Jo çdo tërheqje e fortë është shenjë që duhet të dorëzohet dhe jo çdo ndarje është dështim. Ngadonjëherë një ndarje është pikërisht momenti kur shpirti kupton mësimin. Ka njerëz që hyjnë në jetën tona për të na zgjuar,
Hynë kur jemi duke jetuar mekanikisht, fizikisht, kur kemi harruar çfarë duam, kur kemi bërë kompromis me një jetë që nuk na ngjan më, kur kemi mbyllur zemrën nga frika se mos lëndohemi përsëri. Dhe pa pritur dikush vjen dhe zgjon një pjesën tonë që ishte gjithmonë në gjumë. Mund të jetë dashuri, mund të jetë mik, mund të jetë njeri që na vë përballë vendimit, mund të jetë dikush që na jep kurajo, ose dikush që na tregon se nuk mund të vazhdojmë më në të njëjtën mënyrë. Por ka dhe njerëz që hyjnë në jetën tonë për të na testuar, jo për të na dënuar. Karma nuk është ndëshkim, karma është mësim, është përsëritje e një modeli derisa ta kuptojmë. Nëse ne gjithmonë zgjedhim njerëz që nuk janë të disponueshëm emocionalisht, jeta do të na sjellë përsëri në të njëjtën temë. Derisa të pyesim veten, pse më tërheq ajo që nuk më jep siguri? Nëse gjithmonë japim shumë dhe më shumë se ç'marrim, jeta do të na sjellë në situata ku do të mësojmë kufirin. Nëse gjithmonë kemi frikë të hapemi, kur takojmë njerëz që na tregojnë se zemra nuk mund të jetojë gjithmonë pas murit. Prandaj kur themi se disa njerëz hyjnë në jetën tonë si fat, nuk duhet ta kuptojmë vetëm në mënyrë romantike. Fati nuk është gjithmonë njeriu që na merr për dorë dhe na çon drejt lumturisë së përjetshme. Donjëherë fati është ndikimi i njeriu që na zgjon nga iluzioni. Donjëherë është njeriu që na bën të shohim vlerën tonë. Donjëherë është njeriu që na detyron të themi mjaft. Donjëherë është ai që na mëson të mos presim dashurinë e përjetshme, të vërtetën, por duhet ta zvoglojmë për të na bëjë më të vërtet ato që neve duam. Në këtë bisedë nuk do shohim dashuri si për radhë, do shohim si përvojë njerëzore, shpirtërore dhe astrologjike. Do flasim për mënyrën si çdo shenjë përjeton një lidhje që duket e shkruar. Do të shohim pse disa shenja të rriqen nga pasioni, disa nga siguria, disa nga mendja, disa nga dhimbja që njohim, disa sfida, disa nga misteri, disa nga liria dhe disa nga ideja se si mund të shpëtojmë tjetrin, sepse çdo shenjë ka mënyrën e vet, edhe një dashuri, por dhe mënyrën e vet se si mund të mashtrohet nga ajo. Do flasim për dashin, por shpesh ndjejmë fatin e zjarrit të menjëhershëm, por demin që kërkon fatin, sigurinë dhe prekjen, për binjakët që gjejnë një bisedë që nuk mbaron, për gaforet që ndjejnë një zemër para se ta shpjegojnë, për luanin që kërkojnë dashuri që sheh dhe e nderon, për gjyqëreshën që shpesh e njeh fatin përmes shërbimit, kujdesit dhe detajet, për peshoren që kërkon harmoninë e dy shpirtrave, për akrepin që e përjeton si magnetizëm të thellë dhe transformim, për shigjetaren që është si aventurë, zgjerim dhe kuptim, për bricapin që pranon vetëm kur sheh seriozitet, për ujorin që e kupton fatin ku dikush e lë të lirë në jetën e vetvete, dhe për peshit që shpesh ndjejnë si lidhje shpirti, por duhet të mësojnë të dallojnë mes dashurisë dhe idealizmit. Dashuria nuk është e njëjtë me të gjithë. Për disa dashuria është qetësi, për disa është pasion, për disa është besim, për disa është liri, për disa është familje, për disa është udhëtim, për disa është shërim, por në çdo formë që vjen, dashuria e vërtet ka një shenjë të përbashkët. Nuk na heq nga vetja. Mund të na ndryshojë në të vërtetë dhe mund të na mësojë, por duhet dhe kujdes, sepse mund të na shkatrojë. Një lidhje që është vërtet pjesë e rrugës sonë nuk na kërkon të bëhemi dikush tjetër për të dashur. Ajo na ndihmon të bëhemi të sinqertë për atë që jemi. Prandaj, sot do flasim për njerëzit që hyjnë në jetën tonë si fat, për ata që vinë si bekim, për ata që vinë si mësim, për ata që vinë si pasqyrë, për ata që vinë për të qëndruar dhe për ata që vinë vetëm për të na zgjuar, sepse ndonjëherë nuk është rëndësia vetëm se gjatë qëndron dikush në jetën tonë, se sa vite është me ne. E rëndësishme është çfarë zgjon brenda nesh, çfarë na mëson, çfarë na bën të kuptojmë për dashurinë, për veten, për rrugën dhe shpirtin ton që ndjekim. Ndoshta në fund do të kuptojmë se disa njerëz nuk janë rastësi, por jo gjithmonë sepse janë të destinuar të jenë tanët. Ndonjëherë nuk janë rastësi sepse vinë pikërisht në momentin ku shpirti ynë është gati të mësojë diçka që nuk mund të na shtyjë më. Para se të fillojmë me 12 shenjë zodiakale, që të kuptojmë arsyen pse jemi, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimet e detajuara, kemi pikërisht faqen roz. Faqen aty, ku aty, duke zgjedhur një nga paketat ose e keni damë një që doni të bëni një blerje,
shkoni tek sekretaria pastaj dhe atje dërgoni të dhënat e juaja, emailin tuaj për folur bashkë në Viber dhe WhatsAppit. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjën e parë. Fillojmë me shenjën e dëshirës, e punës dhe e lumturisë, që do thot dashi. Kur një njeri futet në jetën e dashit si fat, si risk, do thot zgjim, pasion, mësim, për të mos ngataruar nxitimin me dashurinë. Për dashin njerëzit që hyjnë në jetën si fat, rrallëherë vijnë në mënyrë të qetë. Të dashi gjithmonë fillon me një shkëndi, një shikim, një fjalë, një tërheqje e menjëhershme, një ndjesi se diçka ndizet nga brenda. Dashi nuk është shenjë që pret gjatë për të kuptuar nëse diçka i pëlqen. Ai ndjen shpejt, trupi reagon shpejt, zemra ndizet shpejt, dëshira zgjohet shpejt dhe pikërisht këtu fillon ajo që do të quhet bukuria. Por dhe rreziku i dashit në dashuri sepse ai mund të ndjejë fatin si zjarr, por jo çdo zjarr është dritë që të udhëheq. Disa zjarre ngrohin, disa djegin, disa thjesht vijnë për të treguar se brenda nesh kishte ende diçka të pashprehur. Dashi është shenja e parë e zodiakut. Ai lidhet me fillimin, guximin, impulsivitetin, veprimin, dëshirën për të jetuar. Për të fituar, për të provuar, për të hyrë në jetë pa shumë frikë. Në dashuri dashi shpesh po kërkon shumë shpjegime në fillim. Nëse diçka të rreth, ai afrohet. Nëse dikush e zgjon interesin, ai të ndjek. Nëse zemra rre fort, ai nuk do të humbas kohë me dyshime. Kjo është dhurata e dashit. Ai ka guximin të fillojë, por kjo është edhe prova e tij. Duhet të mësoj se një fillim i fortë nuk garanton gjithmonë një rrugë të gjatë. Kur një njeri hyn në jetën e dashit si fat, shpesh vjen për ta zgjuar, mund të vijë për një periudhë kur dashi ka rënë në rutinë, kur ka humbur pak zjarrin e vet, kur ka harruar dëshirën, kur ka pranuar në jetë për më të qetë se sa ai. Përshtatet shpirti i tij dhe e papritur dikush faqet dhe i kujton. Ti je gjallë, ti do të ndihesh. Ti mund të rrezikosh përsëri. Për dashin, një takim i tillë mund të jetë shumë i fuqishëm, sepse e kthen te natyra e tij bazë, te guximi, te dëshira, te veprimi, por pyetja e madhe është, a erdhi ky njeri për të ndërtuar diçka me mua, apo erdhi për të kujtuar se pjesë time që kisha harruar? Në shumëta të raste, dashi ngatron fatin me intensitetin. Nëse diçka ndodh shpejt, nëse zemra ndizet me njëherë, nëse ka afrimitet me njëri tjetrin, pasion apo sfidë. Dashi mund të mendojë se kjo patjetër ka kuptim të madh dhe shpesh ndikim të rëndësishëm. Një tërheqje e menjëhershme mund të jetë pasqyrë e dëshirës së tij, por jetën dhe premtimin e tij. Kurse për dashin mësimi është të mos quajnë çdo emocion të fortë fat, pa parë nëse pas zjarrit ka dhe respekt, qëndrueshmëri, sinqeritet dhe drejtim. Në astrologji, dashi sundohet nga Marsi. Marsi është energji, dëshirë, veprim, pasion, guxim dhe nxitim konfliktesh dhe impulsivitet. Prandaj dashuria për dashin shpesh nis me një lloj magnetizimi fizik ose energjik. Ai nuk dashurohet vetëm me mendje, ai ndjen për gjithçka, ritmin e zemrës, e ndjen mënyrën se si vijnë gjërat dhe mundësinë që ata kanë. Por e ndjen mënyrën se dikush provokon, ai zgjon dhe bën të reagojë. Por Marsi nuk pyet gjithmonë. A është kjo shëndetshme? Marsi pyet, a dua, a më respekton, a më tërheq? Dhe këtu dashi duhet të bëhet më i vetëdijshëm, sepse ajo që ndez nuk është gjithmonë ajo që na ndërton. Një lidhje karmike me dashin shpesh vjen si sfidë. Mund të jetë një person që nuk dorëzohet lehtë, që nuk ndjek verbërisht dhe nuk thot gjithmonë po, që e kundërshton ose të bëj të luftoj për vëmendjen e tij, për dashurinë dhe vendin e vet. Kjo e tërheq dashin sepse dashi ka brenda instinktin fitimtarit. Por pikërisht këtu fillon prova e karmës. Apo dua këtë njeri, apo dua ta fitoj, apo më tërheq zemra e tij, apo egoja që nuk pranon refuzimin. Ajo është dashuri, apo është betejë? Por ndjek një njeri, apo ndjek ndjesinë se nuk dua ta humbas. Për dashin, disa njerëz hyjnë në jetën tonë për të rregulluar, për stabilizuar dhe për të mundësuar shumë gjëra mbi atë çka jemi. Mesazhi për dashin është ky. Kur dikush hyn në jetën tënde, si fat, mos shiko vetëm sa fort të adhuron dhe
kimia është me ty. Shiko dhe çfarë zgjon brenda teje. A të bën të vërtet, apo vetëm më të paduruar, a të jep guxim apo vetëm ankth, a të respekton apo të provokon vazhdimisht, a të ofron me veten apo të bën të luftosh për një dashuri që nuk të jep paqe. Sepse fati nuk është gjithmonë njeriu që vjen me zjarrin më të madh. Ndonjëherë fati është ai që në mëson të përdorësh zjarrin pa djegur zemrën tënde. Lidhjet që bëhen në raste konkret është mjaft ndikuese dhe është rrezatuese, sepse kur kemi një lidhje ose çështje karmike, zakonisht dashi lidhet shumë me shenjën e ajrit, që në krah ka anën tjetër, që do thotë peshorja, por nëse janë planetet në këtë aspekt, është koha juaj për të lidhur dhe për të kërkuar atë që juve dëshironi dhe adhuroni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, të shikojmë për shenjën e radhës, një shenjë toke që do thotë Demi. Kur një njeri hyn në jetën e Demit, siguri, prekje, besnikëri dhe mësim për të mos ngataruar dashurinë me zotërimin. Për Demi, njerëzit që hyjnë në jetë si fat nuk njihen gjithmonë për zhurmën e tyre. Janë të qetë. Demi është shenjë toke, fikse, të sunduar nga Afrodita. Kjo do thotë se dashuria për Demin nuk është vetëm ide, jo vetëm fjalë, jo vetëm pasion, por është momenti kyç i jetës dhe i vazhdimësisë, i korrektësisë, i zërit, i aromës, i lidhjes, i vendimit. Demi është ndikuar dhe ndikohet shumë në lidhjet e tij. Nuk flet shumë, por provokon në mënyrë të mirë të familjes. Shpesh ai është ai që premton, por ai që bën Demi të ndihet i qetë, i pranuar dhe i sigurt. Por pikërisht qëndron edhe mësimi i madh i Demit, sepse ajo jep siguri që mund të bëhet në varësi, ajo që fillon të dashuroj mund të kthehet në frikë dhe humbje. Gjithmonë Demët kanë një diçka në brendësinë e tyre të shpirtit, atë të frikës, por lidhjet që bëhen ose bëhen në fillim, sepse ka diçka mjaft madhe, sepse Demi nuk do fjalë boshe. Lidhjet që bëhen për Demi janë shenja toke, lidhjet që janë lidhje karmike, që nuk humbasin kurrë, janë në hënën e katërt të ndikimit ose në hënë të re që bëhen njohjet. Ka diçka shumë madhe dhe nuk ka shanse të ndahen. Dhe kjo ka një ndikim shumë mirë sepse është një alarm emocional. Por jeta ndonjëherë sjell Demi pikërisht në njerëz që kanë sfida, që edhe ndihmojnë dhe kërkojnë shumë gjëra nga gjërat e tyre. Kjo lidhje mund të jenë shumë ndikimin e karmës, sepse detyrojnë të pyesin, apo dua këtë njeri apo kapem pas idesë se një dite që të më japi sigurinë atë që kërkoj, apo jetoj dashurinë, apo pres që dikush të bëhet ajo që un kam nevojë. Ndikimi është shumë i madh. Në astrologji Afrodita te Demi lidhet me kënaqësinë, bukurinë, jetën, stabilitetin, familjen, fëmijët. Prandaj Demi të riqet nga njerëz që kanë diçka të prekshme, ngrohtësinë dhe ndikimin e madh besueshmërinë. Ai dëshiron përmes gjërave të vogla, një darkë, një ndikim të mirë, një pozitivitet dhe një fjalë të ngrohtë. Meqense lidhjet ngadonjëherë që ndikohen, do kjo varet në individ, kur Demi ka një çështje të lënë pezo për shembull, ose me shej uji, si ngadonjëherë ndodh me akrepët, që kanë mundësi shenjat e ujit zakonisht, kanë lidhje shumë ku kanë dy planete, që është dhe Mërkuri, që është komunikimi dhe Afrodita, apo Plutonin krahun tjetër për pasurinë e palujshme. Është momenti dhe koha, po, mund të bëhet dhe të rrezatojë, rregullohet gjë e tillë, ku është momenti dhe mundësia që ka të bëjë në lidhjet karmike të këtyre gjërave. Dhe kjo do thotë një mundësi, kjo do thotë një rëndësi që jepet në farë mënyre edhe për kohën edhe për momentin, sepse përkon me shumë gjëra që do të ndikojë në lidhje me punën e tyre ose në lidhje me ndryshimin që ata kanë. Por gjithsesi, kjo periudhë është e tyre dhe ata mundohen që të jenë sa më korrekt me veten e tyre. Një kënd apo një aspekt shpirtëror Demi mëson përmes vlerës. Çdo njeri që hyn në jetën e tij pyet, a nje vlerën tënde? Nëse nje, nuk do të pranosh në dashuri të paqartë, sepse zemra kërkon pasurinë e shpirtit të pastërtisë dhe të gjërave të familjes dhe të kohës. Nuk do të humbi kohën, nuk do të lëri pas dore gjëra, sepse Demi duhet të mësojë se fati nuk vjen gjithmonë për të dhënë siguri të përhershme. Ndonjëherë vjen për të treguar se siguria e vërtetë duhet të fillojë për brenda. Një njeri mund të jetë dhuratë, por nuk duhet të bëhet bazë e vetme e jetës. Një dashuri mund të jetë e bukur, por nuk duhet të jetë arsye pse Demi harron veten. Një lidhje mund të jetë e fortë, por nuk duhet të bëhet burg për atjetër që është i mbyllur mes katër muajve.
Mesazhi im për Demin është ky. Kur dikush hyn në jetën tënde, miqtë mi të shenjës së Demit, si fat, mos shiko vetëm nëse të jep siguri. Shiko nëse të jep dhe liri, respekt dhe rritje. Mos ngatro qetësinë me zakonin. Mos ngatro durimin me pritjen pafund. Mos ngatro besnikërinë me frikën për të lëshuar. Dhe mbi gjitha, mos harro se dashuria e vërtet nuk kërkon të ulesh vlerën tënde për të mbajtur dikë pranë. Njeriu që është i vërtet për ty nuk do të bëjë të ndihesh sikur duhet ta fitosh çdo ditë praninë e tij. Ai do të qëndrojë, jo sepse e mban fort, por sepse e zgjedh zemrën e tij të qëndrojë. Ka diçka në disa fraza që lidhet shumë me jetën tonë në përditshmërinë dhe zakonisht Demi kur kemi këndin, pse them nga hera unë në televizor, po të keni vënë edhe në YouTube, tek astrologu.al, që kur kemi disa planete, kur them unë që thoni në disa raste nuk ka shanse të ndodhi. Edhe ndodhi janë me fëmijë dhe janë të lumtur, sepse kuptimi i Afroditës, që është pikërisht Demi, një shenjë tjetër që lidhet shumë dhe janë planetet e juaja tek ata, çdo shenjë është ai ujori apo virgjëresha apo akrepet lidhet shumë kjo. Është diçka shumë e madhe dhe shumë e mundshme për realizimin, konkretizimin e gjërave të mëdha. Dhe kjo është mjaft ndikuese, është rrezatuese mbi gjërat që ndodhin. Dhe pikërisht është momenti, pikërisht është ajo që na lidh dhe na zgjidh për gjërat që neve duam. Shkojmë tek një tjetër të ndër, shkojmë tek një ajri dhe ku këta ndodhin dhe çfarë bëjnë, që janë binjakët. Kur një njeri futet tek binjakët, fjala që zgjon mendja që lidhet dhe mësimi për të mos ngadarruar kurreshtin me dashurinë. Për binjakët, një njeri që futet në jetën e tyre si fat shpesh nuk hyn fillimisht nga zemra, por nga mendja. Mund të nisë me një bisedë, me një fjali që mbetet në kujtesë, me një mesazh që hap një dritare të re, me një humor që përputhet me mendimin tuaj, dhe kjo do thot ndikim, kjo do thot vazhdimsi, por nganjëherë kufizim. Sepse për binjakët, tërheqja nuk është vetëm ajo çka tërheqet nga emocionale. Ajo fillon kur fjala bëhet ur, kur mendja ndizet, kur komunikimi krijon një gjësi të çuditshme aftësie. Binjakët janë shenjë ajri, të lëvizshme, e shënduar nga Mërkuri, ku jo do thotë se për ta jeta kuptohet përmes mendimit të fjalës, informacionit, lëvizjeve, konflikteve, kontakteve, ndryshimit madh, shkëmbimit të ideve. Binjakët duhet të kuptojnë, të flasin, të dëgjojnë, të provojnë, të mësojnë, dhe ata nuk dashurohen lehtë, por kur dashurohen, kuptohen se janë të dashuruar. Por këtu fillon edhe mësimi i karmës së binjakëve. Jo çdo bisedë e bukur është dashuri. Jo çdo njeri që na kupton me fjalë na mban edhe me vepra. Jo çdo kontakt që na emocionon mendjen mund të ndërtojë siguri në zemër. Binjakët mund të magjepsen nga komunikimi, nga zgjuarësia, nga fjalët, nga mesazhet, nga ajo ndjesia se ky njeri më kap mendjen dhe më provokon mendjen. Por duhet të pyesim, a më kap edhe shpirtin? A është ndjesia? A është e pranishme edhe kur nuk flasim? A ka vazhdimsi apo vetëm stimulim? A ka vërtetësi apo vetëm lojë mendore? Ndërsa binjakët shpesh tërhiqen nga njerëz që të mbajnë zgjuar dhe me zgjuarsinë e tyre ato kanë diçka shumë të madhe që e lidhin, e rregullojnë dhe e stabilizojnë. Mirë po, kur lidhjet bëhen uralidhse, do më thënë njohja, do më thënë komunikimi, ajo është dhe baza e gjërave të mëdha, sepse nga personat të ndryshëm që ka të bëjnë, ta janë me 10 ditë pastaj, sepse kërkojnë dashuri dhe kërkojnë dashurinë e vërtet, por nuk heshin së kërkuari. Por megjithatë, binjakët duhet të dallojnë njeriu që jep ajër nga njeriu që i shpërndan. Sepse ka njerëz që sjellin liri dhe ka njerëz që sjellin kaos, që sjellin probleme. Ka njerëz që hapin mendjen dhe njerëz që mbushin me dyshime. Ka njerëz që komunikojnë qartë, ka njerëz që luajnë me paqartësinë, ka njerëz që e bëjnë të mendosh më bukur dhe ka njerëz që të bëjnë të mendosh pa pushim, sepse nuk të japin paqe. Dallimi është i rëndësishëm. Dashuria nuk mund të jetë enigme përhershme. Mesazhi im për binjakët është ky. Kur dikush hyn në jetën tënde, dëgjo fjalët, por shiko dhe veprimet. Vlerëso bisedën, por mos harro praninë. Gëzoje kurreshtjen,
por mos të ngatro me dashurinë. Mos u dashuro vetëm me mendjen e dikujt. Nëse zemra e tij nuk është e disponueshme, mos qëndro në histori që jetojnë vetëm nga mesazhet dhe nuk marrin formën e realitetit. Sepse njeriu që është i vërtet i rëndësishëm për ty nuk do të jap vetëm fjalë që të zgjojë mendjen, do të jap edhe qartësi që të qetësojë shpirtin. Kuptojeni një herë mirë këto gjëra dhe atë do shkojnë dhe njeriu në zemrën se do vi tek juve, sidomos ndikimet, rregullimet, por një shenjë ajri, më keni edhe me shenjë zjarri që keni përballë, shenjat e zjarrit që ju keni përballë shqiptar dhe kjo do thotë që Jupiteri në komunikimin me Mërkurin kanë dy gjëra shumë kryesore. Mërkuri është zhvillimi, rëndësia dhe koha, kjo varet pastaj në individ ku është hëna që juve ju jep mundësinë dhe periudhën. Nëse ka Mërkuri ndodhet në shenjën e shqiptarit dhe shenja e shqiptarit Jupiteri ndodhet në shenjën tuaj, martoheni dhe bëni edhe djem, edhe binjak keni. Kjo varet pastaj në individ se kur ndodhin gjërat. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe kuptim plot, që do të thotë gaforja. Kur njeriu futet tek juve gafore dashura, do thotë kujtime, shpirti, familjariteti dhe mësim për të mos ngatëruar dashurinë me nevojën, për të mbajtur pas dikujt dhe ti mos dalësh kurrë në skenë. Duhet të jesh për të gjitha. Gaforja është çaj uji dhe ndikimi më i madh shëndohet nga hëna. Dhe hëna është në astrologji do thotë familje, emocion, moment, flet shpirti, flet familja, flet butësia dhe dashuria e fëmijës. Gjithçka është më e thellë se ç'të mendojmë. Gaforja nuk kërkon vetëm dikë që të pëlqejë, kërkon dikë pranë se cilës zemra mund të pushojë dhe kur në lidhje me stabilizimin, do mund të pushojë të qetësohet. Kërkon një njerëz që jep ndjesi dhe shtëpinë në siguri. Kur një njeri futet në jetën e gafore si fat, shpesh zgjon diçka të vjetër. Mund ta zgjojë një ëndër që ka mbajtur të fshehur. Mund të arrijë në vendet më të mira dhe pozitiviteti më të madh që kanë. Ajo ka emocion dhe shumë të fortë. Ka ndikimin që mund të lexojnë gjithçka tek gaforja. Sepse në dashuri gaforja e sheh fatin nga ndjesia dhe aftësia. Këtu gaforja nuk ka të bëjë me dallimin midis asaj çka është midis asaj çka bëhet. Është midis asaj që është realiteti. Një lidhje mjaft ndikuese në histori, kjo nuk ka ndikim shumë të mirë sepse kanë rikthime shumë të fuqishme dhe kjo do thotë mundësi, do thotë rëndësi. Dhe për gaforet dashuria nuk duhet të bëhet vetëm detyrë emocionale, nuk duhet të jetë gjithmonë ajo që kuptojmë ose ajo që neve e vërtetojmë ose kërkojmë, domethënë një diçka që neve e duam të nisim diçka, por nuk po na arrit atë ku ne duam. Por megjithatë, është edhe një kohë që kërkojmë shumë mbi jetën dhe përditshmërinë. Për gaforet që nuk kanë një njojë ose një lidhje, një takim duket si fat që mund të vijë në ambientet familjare, përmes njerëzve të afërt, për një vend që jep kujtimin dhe praninë, periudhën, ndryshimin, fatin dhe forcën. Papritur dikush e bën që të ndjej zemrën ende të rrahë. Por gaforja ka një diçka që duhet të mos ngutet emocionalisht, edhe pse nga jashtë saj duket e kujdesshme, por në brenda zihen, do të pasur kujdes, sepse është lidhje karmike. Gaforja mund të përballet edhe me temën e familjes. Temë të familjes do thotë mund të rriqet nga njerëz që e kujtojmë një model familjar, një figurë nga e kaluara dhe dinamika e tyre do të thotë gjithmonë e shëndetshme. Ajo duhet të pyesi, a më duket ky njeri për shtëpi sepse më jep paqe apo sepse më sjell dhimbje të vjetër që e njoh, të përmend diçka, të mëson ku do të shkosh, të di se si ti çfarë kërkon, edhe ti thua kjo është karmike, jo. Këtu do të pasur shumë kujdes. Sepse duhet vendosni juve gaforet dashura që të arrini në finishin tuaj për arsyen që ve keni. Gaforja duhet të dallojë njeriu që jep siguri nga njeriu që aktivizon frikën, sepse të dy mund të duket të fuqishëm. Njëri e qetëson shpirtin, tjetri bën të dritet nga ankthi. Njëri e ndihmon të hapet, tjetri e bën të kapet më fort. Njëri ndërton afërsi, tjetri krijon varësi. Njëri thot, jam këtu, me veprime. Tjetri thot, më beso, po largohet kur duhet të jetë i pranishëm. Pra, kur thot më beso dhe largohet kur duhet të jetë i pranishëm, këtu është problem. Dallimi është i madh dhe gaforja duhet të dëgjojë shpirtin e saj dhe jo vetëm dëshirën. Mesazhi im për gaforret është, kur dikush futet në jetën tënde, mos pyet vetëm a e dua,
Pyet edhe, a ndjehemi sigurt për këtë dashuri? A mund të jem vetvetja? A më jep paqe apo më kthen në frikë? A më sheh apo vetëm merr kujdesin tim? A më afrohet me përgjegjësi apo më mban mendjen të jemi qartë për atë që kërkoj? A do ndërtojmë me ty një vend ku ndjehem e qetë për jetë? Apo e ndërtoj se duhet ndërtuar e duhet punuar dhe mos kem asgjë për vete? Dhe kjo është dashuria që ka fore meriton, jo vetëm të jap shtëpi, por të ketë edhe vetë një zemër ku të kthehet. Pra, të gjitha lozin një rol shumë të rëndësishëm, miqtë e mi të dashur, edhe pse neve jemi të prirur për gjëra që ndodhin, ose na pëlqen diçka dhe e kemi në vetveten tonë dhe themi që kjo është jeta jonë, kjo është ajo që na ofron, por nga ndonjëherë edhe kemi disa gjëra që nuk janë aty ku duhet. Por nëse kemi të bëjmë me shenjë toke, është diçka e madhe, ose kemi një të tretën të hënës që ndodh kur lidhet një person megafore, dhe kjo bën që të ndodhi në gjithmonë në 10-2 të muajt, ku ndodhin fenomene të çuditshme, dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe të pozitive. Për shembull, siç kishim për shembull lidhjet karmike, ose kishim eklipsin, ose kishim hënën, aty bën pastaj lidhjet që nuk shkëputen. Ka diçka shumë të madhe këtu. Me lidhjet e tokës është me britsjapi më tepër, sepse ose planetet që ndodhen, që varet në individ pastaj ku ka ndodhur fenomene, ose data kur janë lidhur, po dish datën e lidhjes dhe tjeti zinxhir që njohja, lidhja, martesa. E të futen ku duan. Vetëm këtë mos i tregoni kur lidheni të tjetë që t'ju thonë sa ko ke e lidhur për shembull. Shoqjet, miqt, shoku. Ama se 3 vjet ke. Nuk duhet ta din. Është sekreti ai paswordi juaj. Pra nuk tregohen, për ne flasë të madhe, kur disa që shkruajnë që nuk din pse shkruajnë, duhet ta tregoj tjerëve, thot ajo, thot ai. Tregoja shokut, do tregoja, thot. Se duhet të di gjërat e tua. Të di çfarë ndodh në shtëpi. Po ta di çfarë ndodh në shtëpi, atëherë ke zgjerë treg shtëpinë. Ke marrë punë. Pra duhet shumë kujdes. Apo këta njerëz që ka dali vendi mirë. Je ndar, ke magji, hajde t'rregulloj unë. Mjepja 5 milion lekë se do t'rregulloj unë. Këto janë idiotizma, thonjë se këto janë gjëra që ju prishin gjithë ekuilibrin. Asgjë nuk ndodh. Dhe këta që bëjnë sikur i veni mirë, thot ai. S'ka pikë lidhje. A thua ti se krijuesi i ka çu këta të vende mira që të bëjnë? Kur? Përveç se krijuesi, asnjë tjetër nuk ka. Mbi këta që bëjnë lumë ata që e kuptojnë dhe heqin dorë shpejt, dhe mirë ata që e vuajnë dhe kanë për të vuajtur shumë për ata që bëjnë këto gjëra që prishin kisha dhe xhamia. Një lidhje, një njohje pra. Edhe bëjnë sikur po rregullojnë, po shkatrojnë veten e tyre dhe është për ta keq, sepse nuk zgjat më tepër pastaj. Që kanë një shkatrim në aty ku ata kanë më të dobët, më delikate. E vuajnë ata. Pse ta vuj fëmia, për ato që bëjnë këta të rritur, këta që bëjnë këto gjërat. Nuk kanë hi në xhak, themi ne. Se vini një moment shkatrohen, vetë shkatrohen. Vini re dhe kuptojeni. Pra ne keni kujdes me këto gjëra. Sepse nuk ka fare përveç disa rryma, janë disa stuhi, shkatrimi, por jo rregullimi. Pra ne mos i hyni kësaj. Sepse është njësoj që të bën sikur po të ndihmon, por në anë tjetër po të shkatron, po të merr edhe pikën e gjakut fundit. Do ta marri. Nuk e kupton sepse po shkatron vetveten, po shkatron edhe tjetrin. Po gjithsesi kësaj është një tjetër gjë që do të themi në një moment tjetër, por mos u hapni shumë gjëra të tilla se nuk ka lidhje fare. Do shkojmë tek shej tjetër tani, do shkojmë tek Luani, që të kuptojmë mbi Luanin si futen njerëzit tek Luanet. Zemra që kërkon të shihet, dashuria që ndes dritën dhe mësimi për të mos ngatruar admirimin me dashurinë. Sepse ne ngatrojmë në shumë raste, këtu është problem. Luani është shenjë zjarri dhe fikse, e sunduar nga dielli, dhe dielli në astrologji është qendra identiteti, drita, vedia, fuqia krijuese. Prandaj Luani nuk dashuron në mënyrë më të vogël, kur dashuron do ta ndjej dashurinë si diçka e gjallë, e ngrohtë, e dukshme. Do një lidhje ku zemra të ketë vend, do një njeri që e bën të ndjehet i veçantë,
do ndihet i zgjedhur, respektuar, e nderuar, por Luani dashuria nuk duhet të jetë e ftohtë, e fshehur, e varfër nga emocionet apo nga gjërat e tjera, sepse nganjëherë gjërat mund të jenë edhe në anën tjetër më të ndryshme. Luani shpesh tërhiqet nga njerëz që bëjnë të ndihen të veçantë. Dhe mundësitë janë ose koha kur ndodhin disa fenomene ose disa çështje nga më të ndryshmet për arsyeën e punës së tyre, për arsyeën e karrierës ose disa gjërave që vërtet është koha tani dhe mund të nisin diçka të re ose mund të bëjnë diçka të re me kalimin e kohës dhe vendimi që merren. Kur kemi vendime të rëndësishme, unë nuk e diskutoj sepse ka edhe një gjë që vërtet është rënja, ajo që ka niset. Po të keni parasysh. Meqense mund të jetë për shembull shumë e dhimbshme për Luanin kur përjeton refuzimin, vetëm si humbi dashurie. Shpesh e përjeton si goditje në zemër dhe në krenari. Por këtu duhet të jemi të qartë. Nëse dikush nuk di të dojë, kjo nuk do të thotë se drita jote nuk ka vlerë. Nëse dikush nuk qëndron, kjo nuk do të thotë se ti nuk je i mjaftueshëm. Nëse dikush të admironte dhe pastaj u largua, ndoshta ai pa dritën, por nuk kish pjekurinë për të hyrë në të vërtetën e zemrës tënde. Luani duhet të mësojë se vlera e tij nuk matet nga sasia e vëmendjes që merr. Vlera e tij është diçka që duhet të qëndrojë dhe kur askush nuk e duart ketë. Pra dashuria dhe mundësia kanë një rol shumë të rëndësishëm nga mësimet e mëdha që marrin, nga koha që kanë. Ndryshimi dhe dëshira janë shumë gjëra që lidhen me kohën dhe me momentet. Por gjithsesi është një nga periudhat më të mira, nëse do flasim për sa i përket çështjeve, për sa i përket nevojës, për sa i përket gjërave që ka të bëjnë. Sidomos në disa raste, Luani nga një nga shenjat më të qarta se një njeri ka hyrë si bekim është kjo, prania e tij. Luani nuk ka nevojë të luajë rol, nuk ka nevojë të jetë gjithmonë i fortë, nuk ka nevojë të tregojë se çdo gjë është mirë. Nuk ka nevojë të jetë gjithmonë ai që jep gëzim. Mund të jetë edhe i lodhur, edhe i ndjeshëm, edhe i pasigurt, edhe i thjesht, edhe përsëri ndihet i dashur. Ky është një nga format më të thellë të dashurisë për Luanin. Të shihet jo vetëm si diell, por dhe si njeri. Mesazhi im për Luanin është ku dikush futet në jetën tënde, mos pyet vetëm nëse të admiron. Pyet nëse të njeh. Mos pyet vetëm nëse të vendos në qendër. Pyet nëse të jep paqe. Mos pyet vetëm nëse të ndez krenarin, pyet nëse të hap zemrën. Sepse njeriu që është i vërtet për ty, nuk do të vi vetëm për të dorë trokitur shkëlqimin tënd. Ai do të vi për ty, për qëndruar pranë zemrës tënde, dhe kur drita jote nuk është për publikun, por vetëm për ata që e dinë dhe duan të vërtetën. Vuajnë për të vërtetën, çfarë të bëjmë? Vuajnë për atë çka është. Në shumë të raste, kujt i ka bef të gjithëve, mbi 90% të njerëzve në përbot, që ka një lidhje, nuk e vlerësojnë për atë që është, e vlerësojnë kur ikën. Dhe mundohen të bëjnë lidhje pa u kuptuar, sepse nuk është lidhje, kemi disa budallëqëra, i themi ne, mund bëjmë një njohje, atë se ta e kalojmë këtë neve, pa e kuptuar se sa ne po lëndojmë tjetrën, që ajo vjen, ajo kupton sepse do të stabilizoj jetën, të bëj jetën edhe ne marrim të mirëqen, sepse ato që duan do dhe x, y, do dhe femra, do dhe gjëra që do të diktojnë ose do ndikojnë për familjen, edhe shkëputemi. E kërkojmë qiri pastaj pse qenë dot më. Sepse është ajo koha e ardhë, që pritet një herë dhe nuk ngjitet më. Ktu duhet shikojmë. Po si t'ja bëjmë o Jorgo, do thoni ju. E dua kaq shumë drekhin, por halli më shkatron nervat. E dua kaq shumë, por më sëmur, me gjëra që nuk janë të vërteta. Aty ai mundohet të mbrohet dhe ti mos ta bësh këtë që bën. Nuk janë vetëm meshkujt, janë dhe femrat. Dëgjojmë rëndomt në internetra që nuk ka femra. Nuk ka femra sepse femra bën këtë, femra bën atë. Jo, ka femra dhe madje shumë, por do ta kuptosh. Se çdo njeri nuk ka lindur i ditur.
por e merr dijen gjatë rrugës, gjatë rritjes. Ka të drejtë në gabime, ka të drejtë në gjëra që do të shkëlqej, sepse shumë i pëlqen, sepse nuk është mjet, nuk është diçka e ngurt, por është zemër që lufton, është zemër që troket dhe është zemër me ndjenja. Dhe kërkon të riskon fatin e vet. Dhe neve e marrim dhe jo vetëm kaq, po flasim dhe fjalë që nga më të ndryshmet, pa e kuptuar se cila është. Apo njerëz të tillë, sepse këta që flasin kështu, nuk kanë as ndjenjën, po janë sëmur nga ana tjetër, edhe për problem shumë i madh. Dhe kur kuptohen, pastaj thon edhe me të drejtë. Kur nuk mund t'i thuash fjalë një femre që mund t'i flasësh rënd për gjëra që nuk është e vërtetë, ose një mashkull ose një personi që nuk e njeh, dhe ti vete e zbulon gjojën thojza. Ti shkatron vetveten në atë moment. Pra i thua asaj femre, i thua atij djali që nuk vlen, nuk bën, ose shumë gjëra të tjera që ai nuk e merr fare përsipër gjën. Vini re njerëzit e zgjuar, mund të flasësh sa duash ti. Ai do eci rrugën e vet, do marrë rrugën e vet, ato që kërkon dhe do. Por gjithsesi, kjo është ajo që unë ju them, miqtë të shenjës së duanëve. Prandaj vini veshën disa gjërave. Ja të shikojmë pak shenjën tjetër tani, një shenjë toke, se si ndikohet kjo që futet në jetë, sikur e keni njohur. Këta janë virgjëreshat. Kur një njeri hyn në virgjëresh, do thot kujdes, shërim, detaje, mësim, për mos gatruar dashurinë me nevojën për të rregulluar gjithçka. Për virgjëreshat, një fjalë saktë, një gest i kujdesshëm, një vëmendje që tregon se dikush ka parë diçka tjetër, nuk e pan. Atëherë, kur të tjerë nuk e pan, ju e keni parë dhe e dini, dhe thoni, do lidhesh me X, Y, por unë kam dëgjuar shoqet me njëra tjetrën, shokët me njëri tjetrin, dhe ata dy buzëqeshin, dhe kur nuk dahen, përveç se largohen nga ato thashatheme, mund të ketë ndodhur, por ti pse e përmend, se ti s'ke lindur në një kohë me te. Prandaj keni kujdes, miqtë mi dashur. Nuk mund të shash, në thonjza, ose të flasësh fjalë të rënda, edhe ta kesh parë, ti nuk përfiton gjë aty. Vetë se shkatron veten tënde. Nuk e pse ti thuash ti, pse vajte me X-in me Y-in, dhe do të martonesh me X apo Y-in, sepse si kështu. Mos kujto, se në atë moment që ti po flet për tjetër njeri, karma të rikthehet. E të rikthehet dy fish. Dhe këtu do të kujdes. Vinire kur them ndonjë në televizor, nga herë që them, t'jep Zoti bereqetin për të merr drejtëthesin, se ke lënë portën hapur. E ke thënë diçka. Dhe më mirë, le ta kuptoj personi që është me te. Është më drejt, më e udhës, se sa ti shtosh gjëra që nuk janë të tuat. Nuk pa e ndihmon, ti po e shkatron. Është më mirë të mos flasësh fare, dhe jesh më i lumtur se sa të thuash gjëra që nuk janë dhe të vërteta dhe nuk e di se si ka qenë mënyra ose si ka qenë periudha ku ka ndodhur ai fenomen. Por jeta nuk është një moment. Çdo njeri mund të ka njerëz që bien dhe plagosen, rrëzohen, ka njerëz që shkasin, por mbahen në një vend. Atëherë ata njerëz që rrëzohen, do thotë që më dëmtua, edhe unë kam rënë, gjithë kemi rënë. Ai që rrëshqet dhe mbahet, ai do thotë ekuilibër. Pra të shumtit kanë ekuilibrin. Dhe po të vini re disa që flasin kundra, dash nga xhelozia, dash nga inati. Ama e ti u filanin ka parë. E pastaj, nuk je ti që do vendosësh për jetën e tjetrit. Dikush tjetër vendos për te. Prandaj më mirë, nuk të pëlqen, ndrysho rrugë. Nuk të pëlqen mënyra që ti të qëndrosh ose ti shikosh, zërse nuk i pe. Je më i lumtur dhe do të kuptoj vetë gabimin, por do të ndreqin. Kemi drejt në gabime, se jemi njerëz.
Dhe kjo nuk kemi ne të drejtë që të flasim për tjetrin, të bëzdytin, themi ne, të bëjmë të diturin, interesantin. Ka punën e vetë tjetrve. Ka lindur vetë, rritet vetë, do bëj atë që do bëj ciklin e vetë. Ne pse të ndërhyjmë tek tjetri? Ku nuk na jep mundësinë të ndërhyjmë. Po nëse të jep një mendim, jepja. Por jepja me kujdes, sa i mendim që mund t'ia thush ti gabim, të vjen 10 fishin tek ti pastaj. Janë disa gjëra në kohën dhe kur ndodhin fenomenet, kur kemi nëse është tjetër gjë kjo, nuk është magjike, ta dini, se jo kemi lënë gjithologëve këto gjëra të tjera ne. Por gjithsesi, në ndikimin që ka të bëjnë, pikërisht kjo shejtoke është mjaft ndikim, sepse një gest i kujdesshëm, një vëmendje tregon se dikush ka parë diçka të tjetër dhe në mënyrë se si flasin pra. Vjesha e shejtoke lëvishme e sunduar nga Mërkuri, por ndryshe nga binjakët, ku Mërkuri shprehet përmes fjalës dhe lëvizjes mendore, tek vjesha e Mërkuri kërkon rregull, analizë, saktësi, përmirësim, shërbim, funksionim. Dhe kjo do thotë një mundësi shumë e artë mbi ato çka bën. Ajo çka do të keni në disa raste do të keni kujdes, sepse lidhjet e tilla, lidhje që bën me shenja uji, më saktë ose më qartësi. Shenjat e ujit kanë mënyrën dhe mundësinë tjetër për kuptimin e jetës, për shembull, kuptimin e asaj çka ndodh ose asaj çka rregullohet, starton. Se kur kemi disa gjëra, ndonjëherë duhet thënë, edhe un kam nevojë, edhe un lodhem, edhe un duhet të më tregosh dashuri, jo vetëm të pranosh kujdesin tim. Pra janë disa gjëra që lidhen dhe disa gjëra që nuk zgjidhen kollaj. Megjithatë, vjesha duhet të dallojë njeriu që kërkon ndihmë nga njeriu që kërkon dashuri të barabartë. Ka njerëz që afrohen sepse e ndjejnë vjesha që ditë japi, ditë mbaj, ditë organizoj, ditë shëroj. Por kjo nuk do thotë se ata janë gati të duan, ta duan. Njeriu ka nevojë për gjëra të reja dhe mundësi. Mesazhi për vjeshen është: kur dikush hyn në jetën tënde, mos pyet vetëm çfarë mund të bëj unë për këtë njeri. Pyet edhe çfarë sjell ky njeri në jetën time. A më respekton, a më dëgjon, a më lejon të pushoj, a më do dhe kur jam e dobishme, a më sheh si zemër, jo vetëm si zgjidhje, sepse njeriu është vërtet i ndikuar, i strukturuar për të jetuar. Dhe kjo do thot kujdesesh dhe të kujdeset për plagët e tua. Ai do të vi me mirënjohje, me përgjegjësi dhe me dashuri të qartë, dhe mbi gjitha do të kujtoj se nuk duhet të jesh perfekte për të qenë e denjë në dashuri. Njerëzit jo të gjithë janë perfekt. Dikush ka një diçka bën mirë, diçka bën keq, por do mësojnë me kohën. Vjen tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese. Kjo është peshorja. Për sa përket peshoreve, peshoret mjaft kanë ndikime dhe sugjerime, mundësi dhe kohë. Janë mjaft kanë harmoninë në vetveten e tyre, por ka dhe mundësi sepse lidhet edhe me një takim të papritur bën gjithmonë. Çdo marrëdhënie që prishet është humbje për peshoret. Ndonjëherë është shlirim nga një paqe e rrem. Është rikthim i zërit, është momenti kur ajo thot, unë nuk dua më lidhje që duket mirë, por më lodh për brenda. Dhe kjo është pjekuri e madhe, sepse peshorja nuk lind për të qenë vetëm dekor i jetës së dikujt. Ajo lind për të krijimin e marrëdhënieve të bukura, por dhe të drejta. Prandaj them gjithmonë se juve më kritikoni mirë bëni, që nganjëherë thoni imani me hadër disa shenja. Jo. Peshorja mbajini mend dhe e them, është shkripë dhe piperi. Lum ata që kanë peshore në shtëpi dhe lum ata që janë me peshore. Dhe mirë ata që nuk din vlerën. Dash në punë, dash në biznes, dash në gjëra të tilla që kanë bën. Një person është vërtet i rëndësishëm për peshoren, që ndihmojnë të bëhen të ndershëm me vetveten. Dhe mesazhi për peshoren është që kur dikush hyn në jetën tënde, shiko vetëm sa bukur dukeni bashk, sepse këtë mos e shiko. Sepse nganjëherë kur dëgjoni ju, sa shkoni bashk, si përputheni kaq shumë. Me i busjeshe të ftohtë dhe kalojeni, mos flisni shumë.
Shikoni se si ndihesh nga brenda. A ka vend, a ka barazi, a ka respekt, a mund thuash të vërtetën pa frikë se do të humbasësh dashurinë? Mos e ngataro harmoninë me heshtjen. As dashurinë me varësinë, as zgjedhjen e njerit me vlerën tënde. Njeriu që është vërtet për ty nuk do të kërkojë të humbasësh veten për të ruajtur lidhjen. Ai do të vijë për të krijuar me ty dashurinë ku zemra, fjala, dinjiteti, bukuria qëndron në të njëjtën peshore, në të njëjtën drejtim, në të njëjtën kuptim, në të njëjtën idealizëm të shpirtit. Sepse lidhemi diçka, nga ndonjëherë zgjerojmë disa gjëra, arrijmë deri diku dhe shkëputemi. Tu do të kujdes dhe vëmendje. Këta kanë zakonisht peshorët kanë me shenja zjarri, kanë me dash, kjo është diçka mjaft favorite, por kjo varet se në mesin e hënës së re, kur bëhet në ditën e tretë, kemi hënën e re në këto shenja. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe mjaft provokuese në një farë mënyre, tek akrepët. Kur një njeri futet tek akrepi, akrepi është magnetizëm, pasion, plagë të thella mësimi për mos ngatëruar lidhjen karmike me varësinë emocionale. Sepse akrepi nga ndonjëherë ndryshon taktin dhe mënyrën. Është i dashur, është i dhimbshur, por është edhe i vështirë në kuptimin e gjërave që bën, sepse ndryshe gjykon, ndryshe mëson, ndryshe rezulton. Pikërisht kjo periudhë, akrepi duhet të dallojë njeriu që sjell transformim nga njeriu që sjell varësi. Duhet i dallojë. Transformimi mund të jetë i fortë, por në fund të bën më të lirë. Varësia të mban lidhur me frikë, transformimi të çon drejt së vërtetës. Varësia të mban një cikël, transformimi të rrit. Varësia konsumon, transformimi ka dhimbje, por ka dhe dritë. Varësia ka pasion, por shpesh nuk ka paqe. Ky dallim është jetik për akrepët. Mesazhi i akrepit është kur dikush hyn në jetën tënde, mos pyet vetëm sa fort të tërheq, por çfarë zgjon brenda teje. A të sjell të vërtet apo të mban në dyshim. A të hap zemrën apo të kthen në kontroll. A të transformon apo të lë varur. A të jep ndikim apo të jep krizë. Mos ngatro magnetizimin me dashurinë, as dhimbjen me thellësinë, as xhelozinë me provën e ndjenjës. Njeriu që është vërtet për ty nuk do të luajë më errësirën tënde. E nuk ka shanse të luajë me errësirën tënde. Ai do të ketë guxim të hyjë në thellësi me respekt, me sinqeritet dhe me dashuri që nuk të shkatron, por të rilind. Ka diçka që e ka shumë të domosdoshme dhe të kuptueshme për gjërat që ndodhin. Vijojmë tek shenjë tjetër tani. Dhe zakonisht kanë shenjat e tokës akrepët, që të kuptojmë. Por kjo varet 1/4 muaj që ndodhin disa gjëra që fillim dhe ndikimi. Shkojmë tek shigjetarët. Shigjetarët që futen në jetën e tyre kanë ndikime shumë pozitive. Ka një ndikim shumë të madh sepse liria, aventura, kuptimi, mësimi, mos e ngatroni me emocionin dhe rrugën drejt dashurisë së vërtetë. Sepse shigjetarët janë dikues, janë rrezatues, mundësi dhe kohë të artë për gjërat që bëjnë. Megjithatë, për shigjetarin do të thotë çështje të rëndësishme që vijnë drejt jetës suaj. Dhe shigjetari gjithmonë është në rrugën dhe në drejtimin e vet të tija, sepse dashuria e vërtet për shigjetarin duhet të ketë qiell por edhe tokë. Duhet të ketë ëndër por edhe veprim. Duhet të ketë liri por edhe zgjidhje. Duhet të ketë aventurë por edhe respekt për zemrën. Duhet të ketë të qeshura por edhe aftësi për të folur seriozisht. Duhet të ketë udhtim por edhe vend ku do të startoj. Njerëzit që mund të kthehen, njerëzit që mund të vinë, mund të ikin, sepse edhe shpirti më i lirë ka nevojë për një dashuri të sinqertë, ku nuk ndihet i burgosur, por as i shpërndar lart e poshtë. Mesazhi për shigjetarët është kur dikush futet në jetën tënde, si fat, mos pyet vetëm sa larg mund të çojë. Pyet edhe sa e vërtet është në rrugë. Mos e ngatro aventurën me përkushtimin, as entuziazmin me dashurinë, as lirinë me mungesën e përgjegjësisë. Njeriu që është vërtet për ty nuk do të mbyll horizontin. Ai do të ecë me ty drejt një kuptimi më të madh, për të kërkuar për të mos humbasësh veten,
por edhe për të lejuar të ikësh sa herë dashuria kërkon prani. Sepse fati nuk është vetëm rruga që hapet para teje, ndonjëherë është edhe njeriu me të cilët mëson të ecësh pa frikë, pa gënjeshtra dhe pa humbur lirinë e shpirtit. Ndryshimi më i madh, vendimi dhe vazhdimësia është qelësi i suksesit. Shkojmë tek shejtoke, që do të thotë shenja e britsapëve. Për britsapët, koha, përgjegjësia, besimi, mësimi për mos ngatruar dashurinë me detyrën ka diçka shumë të madhe. Britsapë është shejtoke, e sunduar nga Saturni, dhe Saturni flet për kohën, pjekurinë, përgjegjësinë, kufit, durimin, ndërtimin, provat dhe respektin. Britsapë është shenja ku një qelës hap disa dyer. Dhe kjo do thot mundësi, kjo do thot ndryshim, kjo do thot vazhdimsi. Kur britsapë duhet të mos ketë frikë nga dashuria që vjen ngadalë, por të kjo shpesh është forma më e natyrshme, jo çdo gjë duhet të shpërthejë menjëherë. Disa dashuri ndërtohen me kohë, me respekt, me besim dhe prova, të vogla por të sigurta. Mesazhi për britsapin është kur dikush futet në jetën tënde si fat, mos pyet vetëm nëse është serioz, i qëndrueshëm dhe i përshtatshëm për jetën që do të ndërtosh. Pyet edhe nëse të ngro zemrën, a mund të jesh i vërtet pranë tij, a mund të jesh i lodhur pa u gjykuar, a mund të mos jesh gjithmonë i fortë, a të do si njeri apo vetëm si mbështetje, mos ngatro dashurinë me detyrën, as besnikërinë me frikën për të prishur atë që ke ndërtuar. Njeriu që është i vërtet për ty nuk do të vi vetëm për të qëndruar pranë suksesit tënd. Ai do të vi për të ecur me ty edhe në heshtje, përgjegjësitë, lodhjet, betejat që askush tjetër nuk i njeh. Dhe pikërisht aty britsapë kupton se dashuria e vërtet nuk është barë tjetër për të mbajtur, por vend ku më në fund mund të mbështetet edhe vetë. Pra, diçka mund të lidhet, por britsapët kanë shumë me shenjat e ujit, kanë megaforret, pra planetet që japin mundësi dhe kohën, ose me ndryshimin tjetër që mund kenë anën më pozitive dhe pozicionimin e planeteve që ata njohin, kanë, rregullojnë, startojnë për jetën dhe vazhdimsinë e tyre dhe mundësinë e artë që ata kanë në anën e tyre. Por gjithsesi është e periudha ku stabilizimi dhe forca është ndikimi më i madh që lidhet për juve të kësaj shenje. Por gjithashtu kjo britsapë lidhje që bëjnë, domethënë i bëjnë korrikun shtatorin, janarin, kanë disa muaj, por kjo varet në individ, pastaj kur ndodhin fenomenet ose jeni bashkë ose si shkoni bashkë në lidhje që keni ose një diçka e papritur ndodh në një udhëtim që them unë e papritur, pra ja, këto janë ato të papritura që mund them unë. Atë shkojmë tek shenjë tjetër tani, të shikojmë tek shenja e radhës janë ujorët. Çfarë ndodh me ujorët? Ujorët janë shenja ajri. Megjithatë, ujori shpesh lidhet fillimisht me mendjen. Ai mund të tërhiqet nga dikush që të mendon ndryshe, është mjaft entuziast, është mjaft pozitiv. Ujori, lumë ata që kanë ujor dhe mi ata që nuk e din vlerën. Në aspektin nëse një ujor ka kaluar një lidhje që e ka lënduar shpesh, mund të reagojë duke u shkëputur, jo gjithmonë me dramë. Thjesht mbyll një derë brenda vetes. Ftohet, largohet emocionalisht. Bëhet racional. Atë do ta kuptoni. Në aspektin shpirtëror, ujori mësohet përmes lirisë dhe ndërgjegjësimit. Po ashtu duhet të dallojë edhe kur vet ai po jep tjetrit liri dhe kur po jep mungesë, sepse lidhet shumë me kërkimin, pranimin, ndikimin dhe zemrën e dikujt tjetrit ku do të jetë pastërtia dhe liria në vetvete. Mesazhi për ujorin është kur dikush futet në jetë, mos pyet vetëm nëse të lë të lirë, pyet edhe nëse ta afron me zemrën tënde. A mund të jetë vetvetja pranë ti? A mund të jesh dhe i lirë dhe i dashur? A jep hapësirë apo dhe prani? A kupton si mendje, por të prek edhe si shpirt? Mos e ngatro distancën me lirinë, as stotësinë me pavarësinë, as paqartësinë me dashurinë moderne. Ajo që tham pak më përpara. Njeriu që është vërtet për ty nuk do të fusë në kafaz, por ai nuk do të lërë të endesh vetëm në emër të lirisë. Ai do të vijë si mik, si pasqyrë, si bashkëudhëtar së ardhmes dhe do të mësoj në dashuri më të bukurën dhe më perfekten për të qenë me njëri tjetrin deri në vdekje. Sepse ka të bëjnë me kuptimin, ka të bëjnë me jetën, ka të bëjnë me vazhdimsinë,
për te asaj që ka bën dashuri, për te asaj që ka lidhet me jetën dhe vazhdimsinë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, kuruese dhe vendimarrje. Që këta janë peshqit. Lidhje, shpirti, ëndra, ndjeshmëri, mësim dhe nga ndonjëherë mësim për të mos ngatarruar dashurinë me idealizmin, sepse peshqit kanë atë mundësinë e vet ose kanë kohën e vet për 1000 arsye. Për 1000 arsye për sa i përket që njeriu vjen në përgjithësi për punën dhe për karrierën, ai kupton botën e tyre. Kurse mesazhi për peshkun është ku dikush futet në jetën tënde, kujdes vetëm sa thellë ndjen shpirtin e tyre. Pyet edhe sa qartë të do. Mos e ngatro lidhjen shpirtërore me mungesën e kufive. Mos ngatro dëmshurinë me detyrimin për të shpëtuar dikë. Mos e ngatro ëndrrën me realitetin, as dhimbje me dashurinë e madhe. Njeriu që është vërtet për ty nuk do të mbaj në mjegull. Ai do të vi me butësi, qartësi, respekt dhe për një dashuri që kërkon të zhdukesh, por të shërohesh. Sepse dashurinë e lartë, pasurinë e pastër të shpirtit është dashuria e vërtet. Dhe kjo juve e kërkoni. Dhe kjo e merrni. Është ajo që na ofron me veten, me të vërtetën, me gjërat, me ndryshimin dhe njerëzit që futen në këtë aspekt. Pra, janë disa gjëra që ka të bëjnë në lidhje me to. Ndoshta është mësimi më i madh, dashuria nuk është vërtet të gjejmë njeriun e duhur, është edhe të bëhemi njerëz më të vetëdijshëm, sepse ka një kuptim shumë të madh kjo, por dhe nëse dikush erdhi, ju ndryshoi dhe pastaj iku, mos mendoni gjithmonë se humbët. Ndoshta morët një mësim që shpirti juaj kishte kohë që e priste. Ndoshta u zgjua, ndoshta kuptuat vlerën tuaj, ndoshta mësuat se çfarë nuk do të pranoni më. Dhe kjo ndonjëherë është një nga format më të thella të fatit, sepse jo gjithmonë disa njerëz që futen në jetën tonë dhe neve marrin dramë se u ndam, po kuptojnë dhe gabime që nuk i bëjmë më tutje. Këto ishin pak a shumë për sa i përket kësaj teme kaq të rëndësishme, si dhe çfarë neve mund të mbajmë një njeri që neve na jep mundësinë dhe kohën e duhur për lidhjet afatgjatë dhe kohën e duhur për sa i përket jetës tonë dhe mundësive të arta që neve kemi mbi jetën dhe vazhdimsinë. Nëse juve dëshironi parashikime detajuara dhe sa jeni bërë për njëri tjetrin, atëherë kemi këtë faqen roz aty, e shikoni dhe më pas, duke e kuptuar atje dhe lidhje që keni pasur, lidhje me ndryshimin, lidhje me vendimin, është momenti pastaj për të shkuar drejt sekretaria, në email atje dhe më pas aty mund kuptoni shumë gjëra se si juve doni të filloni një hartë astrologjike dhe t'ju ofrojmë dhe se si funksionojnë gjërat. Aty pastaj çdo gjë e merrni, e keni aty dhe flasim në detaje për gjithçka ju intereson. Më një rropulla, më të mirë një oraj. Gjithë mira.